Kryeministri Edi Rama zhvilloi në Bruksel një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte. Bisedimet u përqendruan te roli i Shqipërisë në aleancë, mbështetja për Ukrainën dhe zhvillimi i industrisë së mbrojtjes. Është kënaqësi, jo vetëm fal miqësisë tonë, por gjithnjë ka për të mësuar nga ju. Po nisim rilindjen e industrisë tonë. Jemi të prirur të diskutojmë punën që duhet bërë për portin e ri ushtarak në Porto Romano. Rutte vlerësoi angazhimin e vendit tonë duke theksuar se Shqipëria këtë vit do të arrijë objektivin e shpenzimeve prej 2% të produktit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Është një ndër që të kemë mikun e ngushtë Rama. Shqipëria është një aleate. Ajo do ta mbërrijë shumë shpejt objektiven e shpenzimeve të NATO për 2%. Ajo po zhvillon bazën industriale përmes ndërmarrjeve shtetërore. Ju po ndihmoni shumë Ukrainën, po bëni shumë për të. Ju po merrni në forcat në Letoni, Bullgari, Kosovë, po bëni për te madhësisë tuaj. Ju falenderoj që jeni aleati patundër dhe që NATO mund të mbështetet Shqipëria dhe Shqipëriat e NATO. Nga ana e tij, Rama shtoi se Shqipëria është e interesuar të bëhet pjesë e programit SAFE, duke konsideruar atë një mundësi të vlefshme për vendet e NATO-s në Europë.